sot bashkë me kandidatin për deputet Qendrim Kryesiu, kemi dorëzuar ankesën e PZAP në rezultatin përfundimtar të publikuar nga KQZ-ja, për arsye se rezultati i publikuar dhe përfundimtar është i pasakt, i paverifikuar, tani më i pranuar dhe i evidentuar në dy fakte esenciale të konfirmuar nga rinumrimi i 5201 votave të PDK-s, ku janë evidentuar 221 vota të regjistruara në regjistrimin fillestar gabimisht. Mua si kandidat në këtë rinumrim janë shtu 6 vota dhe ankesa është e bazuar dhe rezultati nuk mund të certifikohet si i pasakt, ai duhet jetë i sakt. Ligji e garanton që rezultati përfundimtar dhe i certifikuar duhet jetë i sakt. Janë dy fakte dhe dy argumente kryesore. Një, rinumrimi i një mostre të vogël prej 3.5% të votave të PDK-s ka evidentuar gabime në numrimin fillestar në qendrat komunale të numrimit, që në fakt është rezultat preliminar dhe nuk mund të bëhet si rezultat përfundimtar pa u verifikuar. Dhe e dyta, në mbledhjen numër 69 të KQZ-s, kryesuesi Kreshnik Radoniqi e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasakt. Ai e cilësoi si gabime minimale e njerëzore, por në fakt ky gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s dhe si i tillë ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime. Ligji në nenin 101 e sakson se rezultati zgjedhor duhet të jetë i sakt, transparent dhe mund të verifikohet përmes procesit të rinumrimit, gjë të cilën po e kërkojmë përmes ankesës tonë. Gjithashtu, kryesuesi Radoniqi bëri edhe një fakt njohur që nuk ka qenë për neve, raportin e sekretariatit për rinumrimin e kryer në QNR nuk e ka bërë publik dhe si i tillë ka qenë i vështirë për neve në procedurat paraprake që t'jemi palë barabartë në procesin paraprak të zhvilluar në PZAP dhe Gjykatën Supreme. Pra edhe Kushtetuta e Kosovës, neni 31 i Kushtetutës, edhe i ligji për zgjedhjet e garanton të drejtën për të qenë barabartë si palë në procedurat paraprake, duke mos bërë publik raportin nga rinumrimi në QNR. Ne si palë në procedurat paraprake nuk kemi qenë të barabartë në raport me KQZ. KQZ-ja është organ që administron zgjedhjet dhe duhet të mbrojë të drejtën e çdo kandidati dhe të çdo votuesi. Vota e çdo votuesi duhet të regjistrohet me saktësi ashtu siç e ka ardhur. Ligji nuk lejon as gabime minimale e as maksimale. Ligji është i saktë dhe rezultati thotë që duhet të regjistrohet i saktë siç e ka ardhur votuesi. Prandaj, ankesa jonë është e bazuar në fakte, tani më të njohura nga KQZ-ja dhe po kërkojmë nga PZAP-ja që mos lejoj certifikimin e një rezultati zgjedhor i cili është i pasakt. Nuk po kërkojmë procedura të jashtëzakonshme, po kërkojmë një procedurë të cilin e parashë ligji, i rinumrimin. Ja u rikujtoj se në zgjedhjet e 28 dhjetorit, në rinumrimin fillestar të verifikuar nga KQZ-ja në mostrën prej 2%, në atë periudhë kohore me janë shtuar plus 12 vota, ndërsa pas rinumrimit total me janë shtuar 522 vota. Rast pothuajse i ngjajshëm me përmasa më të vogla është edhe tani, duke ditur që diferenca për fitimin e mandatit të deputetit është shumë e ngushtë, është 102 vota, marzha e gabimit e cila është evidentuar është shumë e lartë që e tejkalon këtë diferencë të vota. Prandaj që rezultati të jetë i saktë dhe i pakontestueshëm, po kërkojna që të kemi një procedurë të rinumrimit të cilën duhet ta urdhëroj PZAP-ja dhe pastaj ta kemi rezultatin përfundimtar të saktë. Ju falenderoj. Atë që më kanë thënë privatisht, e thanë edhe vetë publikisht,
që ka gabime teknike, ka gabime të vogla dhe ato gabime duhet t'i falim, por ligji nuk thot që duhet falim, ligji thot që duhet zbatohet për të gjithë njëjtë dhe vot për vot të numërohet çdo vot. Kështu që ne s'po kërkojmë diçka të jashtëzakonshme, po kërkojmë vetëm ata që na kanë votuar, t'i falenderojmë dhe t'i kem numrin e saktë të votave, sepse dihet që ka aty më shumë gabime se sa thonë ata. Kështu që ne kërkojmë të drejtën tonë që të numërohet çdo vot dhe asgjë më shumë. Edhe arsyetimin të cilën e ka dhënë PZAP-ja dhe Gjykata Supreme, në arsyetim ata e konfirmojnë. PZAP-ja thotë që ka dallime në votat e kandidatëve në rinumërim. Dikujna i janë shtuar e dikujna i janë hequr vota, por këto gabime nuk janë të mëdha, për faktin që diferenca është shumë e ngushtë. Atëherë ligji e sakson që nuk tolerohet as gabime minimale as maksimale. Unë mendoj që nashta nga kutia për me i shpallë zgjedhjet, po e te kaloj një çështje që është shumë esenciale të cilën e garanton ligji. Dhe ai është i prerë në këtë çështje se votat duhet të jetë numëruar me saktësi. Unë po ashtu po jo vëm në vëmendje arsyetimin e Gjykatës Supreme. Gjykata Supreme evidenton që të rasti numërimit të votave të mia, gabimi, marrëzha gabimet në 3.5% është 0.12%. Pra 0.12% në 157.000 votat Partisë Demokratike do thotë janë të evidentuara potencialisht mbi 240 vota. Dhe kur një diferencë është e ngushtë në 102 vota, ky potencial dhe kjo marrëzhe gabimit, pra na jep që deputet mund të jetë dikush me më pak vota se sa dikush që ka më shumë vota, të cilat janë në kuti mirë po nuk janë rinumëruar, ose janë evidentuar gabimisht në qendrat komunale të numërimit. Në fakt edhe numërimi në qendrat komunale të numërimit është rezultat preliminar dhe nuk mund ta luboj KQZ-ja si rezultat përfundimtar pa verifikuar kur i njëjti tani më është i kontestuar.